këtë hartim të kopjum keq, ish dashur më jap një nisht të madh Hekuranit. Në javën e kaluar natyrisht pam kryeministrin Kurti duke shpalosur vizionin e tij për 4 vjet e ardhshme, në të foli dhe për rritjen ekonomike për 5 vitet e kaluara, por çuditërisht e fatkeqësisht harroi të flas për rritjen e çmimeve në këto 5 vite, rritjen e çmimeve të energjisë, rritjen e çmimeve të ushqimit, rritjen e çmimit të jetesës në përgjithësi për qytetarët e Kosovës. Javën e kaluar, po ashtu kryeministri foli edhe për rritjen e punësimit, por harroi të flas për rritjen e ikjes së rinisë, e cila ka humbur çdo shpresë për të jetuar e për të parë perspektivë në këtë shtet, fatkeqësisht. Përderisa javën e kaluar kryeministri shpaloste vizionin e tij për 4 vjet e ardhshme, ministri i financave me gjas luante në telefon sepse s'kishte marrë asnjë shënim, sepse këtu të premtën në kuvend na solli buxhetin e vjetër e jo buxhetin që do të financonte vizionin e kryeministrit për 4 vjet e ardhshme. Ministër Murati është e çuditshme, je 5 vjet ministër i financave, zgjehet I keni fituar me 28 dhjetor para 8 javë. Çka ke bëu këto 8 javë që nuk e ke sjell një buxhet që reflekton vizionin 4 vjeçar të kryeministrit ose të shefit tënd të qeverisë. Keni vepruar sikur ata nxënësat e shkollës fillore që në pushim dimror ose veror gjatë gjithë kohës luajnë Sony PlayStation atë natën e fundit para se me refillu mësimi, që unë e gjejnë dikun një kopjem me hartu që m'ja dërzu, që po e pranon ministri që ka luajt Sony PlayStation, që të nesër më një natë para se me u kry pushimit, nesër m'ja dërzu arsimtarit një hartim të kopjum, sa me thonë që e ka një hartim. Javën e kalume po edhe sot edhe vetë ministri Murati Hekurani tha e kom sjell një buxhet vetë sa me pas që tu një buxhet sikur ai hartimi I kopjum që e sjell që aty vetë sa me pas që e kam një buxhet, por realisht për përsërisëm edhe një herë nuk reflekton asgjë nga ajo që tha kryeministri për 4 vjet e ardhshme, që natyrisht do duhet reflektojë në buxhet për të parë se cilat nga këto prioritete janë buxhetuara së paku për 3 vitet e ardhshme. Ministri i Financave javën e kaluar tha buxhetin ja sjellit rishikum në mars, pastaj kryeministri tha në muajt në vijim, kisha lut ta definoni kur e sjellni buxhetin e rishikum që reflekton edhe vizionin e juaj 4 vjeçar, edhe strukturën e re qeverisë dhe çdo gjë tjetër. Natyrisht, ministri i Financave kishte shti aty një hile që u zbulu shumë shpejt tek neni 11, ku I kërkon këtij kuvendi që t'ja aprovoj, t'ja nënshkruaj dhe t'ja vullos një fletë të bartë, të cilën pastaj Hekurani shkon zyre e tij dhe vendos shkruaj çka të ka shefën te, sepse atje në fund e ka nënshkrimin dhe vulën e kuvendit të Kosovës. Ministër besoj e din këtë punë, kuvendi I Kosovës është I vetmi ai që e aprovon buxhetin e secilës linjë e jo, pra është çuditshme, mos ta cilësoj ndryshe, që të kërkoni që kuvendi I Kosovës t'ju aprovoj juve blanko 4 miliardë euro buxhet që ju pastaj të vendosni çdo muaj se si I ndani ato nëpër ministri e nëpër linja buxhetore. Unë po shpresoj që së paku deputet e koalicionit qeverisës janë të vetëdijshëm që ju e keni bu Hekurani ministër e jo Hekurani juve deputet. Për këtë hartim të kopjum keq, ish dashur më jap një nisht të madh Hekuranit, me ja kthy këtë buxhet, le ta sjell pas një jave, sot një javë si dënim, një buxhet I cili reflekton edhe 4 vjet e ardhshme, edhe organizimin e ri të qeverisës, e pastaj e diskutojmë dhe shohim se ç'kemi.